Përshëndetje, miqtë e mi. Mirë se vini në kanalin tim Tea Tarot. Për lexime personale, më kontaktoni në Instagram Tea Tarot 2025. Tani, do të shikojmë energjinë e përgjithshme të tarotëve, të fokusuar tek financat, tek bollëku, tek lajmet e mira dhe tek shëndeti. Pra, që në thot energjia e përgjithshme e tarotëve për ditën e sotme. Një fitore madhe festohet nga 3 persona në jetën tuaj. Kjo është për bollëk, për një lajm të mirë, në punë, për financat, për dashurinë, pra është e përgjithshme dhe nuk rezonon me të gjithë. Kemi këtë 9 të kupave, që tregon që ju jeni një person me këmbë në tokë, një person i mbushur plot me bollëk. Dhe kjo fitore është fal jush, që jeni person i tillë, i cili keni ky person ka botën e tij në dorë, pra ka gjithë mirësitë e kësaj bote në dorë. Ka këtë ylber me kupa në kokë. Pran ka një person shumë paqësor, një femër e cila është e zhytur e tërë në bollëk, jo vetëm financiar, por dhe shpirtëror. Ka në dorë këtë pëllumë të paqes. Kjo femër është një femër e cila është një mbretëresh e shkopinjve, një femër që ka intelekt, ka dashuri, ka mirësi, fal dashuri pa kushte tek familja e saj dhe te njerëzit që ka përreth. Shpeshherë lëndohet nga këta njerëz, sepse këta janë njerëz pak të vegjël, me zemër të vogël. Dhe këto lëndime i përjeton shumë, më thënë, rënd, por gjithmonë me anë të bisedimeve me persona që ka pranë, ajo i largon këto lëndime. Letra e botës tregon për një mbyllje cikli në jetën tuaj dhe për hapjen e një perspektive të shkëlqyer jashtë në jetën tuaj. Pra, letra e botës tregon me një sukses të sigurt në botë. Pra, ju do të keni një sukses sigurt për sa i përket bollëkut. Ju do të hypni këtij kali të bardhë të paqes me këtë mantel të shpresës dhe do të kaloroni të fuqishëm drejt të gjërave të mira, perspektivave të shkëlqyera në jetën tuaj, për sa i përket bollëkut, për sa i përket financave, pjesës së dashurisë, shëndetit të mirë. Ndonjëherë mërziteni, por kjo mërzitje nuk ju rri gjatë, sepse ju vjen gjithmonë një kupë argjend e cila ju fton të merrni pak mjalt dhe mos të mërziteni për këto financa, për këto kupa që bien, sepse kjo pjesë është e përkohshme. Shumë shpejt ju vjen ky princ me këtë monedhë në dorë, me këtë lajm bollëku, financash në dorë, që ju sjell një lajm të mrekullueshëm për të ndryshuar komplet jetën tuaj tek pjesa e financave dhe të ndonjë punë e re dhe sukses në biznes. Këto ishin energjitë e përgjithshme të tarotëve, të dashur miq e mi. Faleminderit.